Shiko, këtë vend për 36 vite njerëzit nuk janë dëgjuar. Edhe kjo është një nga arsyet pse rradha dhe mikrofoni është jashtëzakonisht e madhe. Njerëzit duan të flasin për gjithçka, prej halleve tyre personale e deri te projektet politike. Ndaj kërkojmë falje secilit që duhet të çojë çdo fjalim. Por nuk kemi çfarë bën. Njerëzit duhet flasin, kanë 36 vite që si çon njeri. Duhet respektojmë secili që ka diçka për të thënë. Vëllezër shqiptar, sot nuk jam këtu për të kërkuar mëshirë, jam këtu për të kërkuar drejtësi. Prej 17 ditësh jam në sysh me të betej kundër një pushteti që ka marrë frymën mbi popull. Dhe sot po ju flas si një njeri që prej 3 vitësh lufton me kancer. Por trupi im është në luftë në smundim. Por shpirti im është në luftë jemi në një kancer më të madh, me padrejtësinë, me korrupsionin dhe me shkatrimin e Shqipërisë. Nëse unë me dhanje, me plagë dhe me kohë të vjedhur nga jeta, mund të qëndroj këtu ditë e natë, atëherë ju pyes, çfarë na prenon ngrirë gjithë? Që sot unë nuk të largohem nga ky shesh, që sot unë nuk të largohem nga ky shesh. Do të jem këtu ditë e natë, derisa kjo tokë të dëgjojë zërin tonë, sepse nuk kam më luksin pres, as Shqipëria nuk ka luksin pres. Ose sot ngrijemi, ose nesër do të jetë tepër vonë. Jani në mua, mos u disni, mos u tremni, ky plera nuk jetë përheqen kur, për që se nuk rrim këtu. Shqipëria nuk shpëtohet me frikacak, por në ata që sakrifikojnë. Rrëf Shqipëria, prëmi ju. Ky burë dhe i ditën që tërgohet ky burë këtu, e kemi të të shkallë. Jo në gjosh atë njerë gjithë. Kush do në lejtë e burë njëra? Një nga thirrje që të gjova sot kur po vazhdonim ishte Edi Rama o traktor, me Shqipëri mos bëj pasar. Edi Rama o traktor, me Shqipëri mos bëj pasar. Edi Rama o traktor, me Shqipëri mos bëj pasar. Edi Rama o traktor, me Shqipëri mos bëj pasar. Ju përshëndes të gjithëve nga të mashori. Unë vetëm të them dy fjalë. Për një Pinochet i cili është i njohur për krime. Sali Berisha është një Pinochet. Sali Berisha ka bërë krime. Sali Berisha çfarë nuk ka bërë. Janë 3 vetë që duhet të arrestohen. Ilir Meta, Sali Berisha, Edi Rama në krye. Që nuk ka lënë njëri pa i poshtruar. Andaj bëjt thirrje, të gjithë të mëshorë, të gjithë të pandevujt politik, të bashkohen me Renin, të japin mbështetje Renis, që mbështit Gjerenia të zgjidhë një problemin që neve kemi prej kohësh, që nuk në ka zgjidhë njëri. Dhe urojmë Renis sa më shumë të mlidhen në këtë qytet. Ramandur Berisha dur! 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 Ramandur Berisha! Ramandur Berisha dur! Ramandur Berisha dur!
kam përshtypje se çdo ditë e gjithë Partia Socialiste në orën 6 ose në 7 sot e dërgon televizorin të News 24 për pa a dolën prapë sot apo jo? Nga kushesh që nuk kemi nevojë të hapni televizorin, ne do t'jemi çdo ditë këtu, derisa ju të jeni këtu. Ju përshëndes të gjithëve, ju të dashur atletar, që me dashuri e keni mbushur këtë shesh për natë me radhë. Zërin tim ndoshta e keni dëgjuar në protestën për teatrin kombëtar, për të mbrojtur vlerat dhe dinjitetin kombëtar. Por në atë plejadë që mbrojtëm teatrin kombëtar nuk arritëm dot dhe e shgënjyer nuk unë poshta, ndonë se ma masakruar në djalin policia e Edi Ramës kriminale. Ndaj, jam sot për të bashkuar me korin e devizës suaj, aq të bukur. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Edhe 3 vjetë më parë, me një grup atletarësh intelektual, dolëm në protestë kundër padrejtësive të spakut, por edhe aty u zhgënjyen. Mbantje disa na quajtën të marrë, ndoshta sepse nuk rezistuam kështu si ju me dite javë me radhë. Ndaj ju falenderoj ju rini e bukur shqiptare, ju që vrat frikën. Rinia shqiptare e ngriti gjithë popullin në këmbë. E sytë dhe shikoj sheshin cep në cep të mbushur. Ndoshta nesër edhe më shumë duhet jemi. Duhet jemi ne pensionistët që tallet qeveria me atë pension qesharat. Ndaj duhet të mblidhemi dhe të ngrem zërin, sepse heshtja përparimi nuk ka lindur nga heshtja. Ndaj të mos heshtim, ta ngrejmë zërin ton lartë e më lartë.